E pra, mirëdita, mirëmëngjes, mirëmbrëma, çfarë mund të them unë? Fatikisht nuk jem këtu për të bërë favore apo për të bërë të fala njërit apo tjetrit. Në fakt, sa rregullova kamerën. Megjithatë çfarë po ndodh në Shqipëri, duke qenë se pak a shumë ne do të kemi një lloj sensibilizimi dhe solidarizimi me këta njerëz, banor të zonave, qytetarë, të cilët protestojnë si për tokët e tyre, si për portin, si për aeroportin, e për shumë gjëra të tjera. Ne duhet të përkrahim çështjet tona, edhe pse jemi diasporë, por më shumë për ata të cilët janë atje dhe po e vuajnë këtë. Do t'ju tregoj një mesele. Sa ishte shah në Iran, gjërat ishin mirë me amerikanët. Sepse kishin rënë dakord për diktatin e tyre. Ikën shah dhe lë pas njerëz të cilët ishin të përbetuar, pra ishin një çift i përbetuar të cilët krijuan një organizatë mujahedinësh, MEK. Këta për të rrëzuar regjimin e Ayatollahut bashkëpunuan dhe me Izraelin. Bashkëpunuan dhe ishin forcë e gatshme njëkohësisht për çfarë do lloj desantimi në favor të amerikanëve. Kaq vite kaluan dhe patën domethënë një lloj trazire të shkaktuar nga Izraeli në Iran. Një gjë e tillë për shembull nuk ndodhi. Duke patur parasysh që ne kishim dhe kemi akoma mbi 2000 ca MEK, pra antar të MEK-ut në masë të dusit. Si ka mundësi që këta nuk u hodhën në aksion ose kur unë thoja që përse nuk i merr Amerika këta të MEK-ut të çojnë Iranët përfundojnë punën që ata kanë nisur për sa i përket demokracisë. Atje e situatës. Në mënyrë që mos skelin amerikanët fare, por të jenë iranianët. Kjo nuk u leverdiste miqve izraelit. Sepse dinin që do ishin një forcë kur të vinte koha. Por do në të afusin Amerikën akoma dhe më thellë në probleme ndërkombëtare, në skandale. Kështu që deri tani MEK nuk është në lëvizje. Por paraja e madhe, sponsorizimi, njëkohësisht dhe përkraja nga ana tjetër prej izraelitëve, po na sjell që në këtë situatë ku kemi të bëjmë me një tradhti kombëtare të bërë nga Edi Rama dhe qeveria e tij, njerëzit e tij të afërt, të cilët bashkëpunojnë me Izraelin direkt, duke na lënë neve të mendojmë që po shkojmë drejt, le të themi Bashkimit Evropian, që është një mashtrim, dhe unë nuk dua të shkoj në Bashkimin Evropian pa Kosovën, pa Ilirinën, pa Çamrin, pa Malsin. Nuk dua të shkojmë në Evropë, dua të shkojmë në Evropë i gjithë bashkë, një trup. Jo i coptuar, jo i shantazhuar, jo i vjedhur. Sidomos nga vetë politika ime. Edhe akoma më tepër nga planet agresive për coptimin e Shqipërisë, të shteteve evropiane, të fqijve tanë. Si mund të shkojmë neve në një bashkim evropian, ku ne edhe pse antar të NATO-s, që jemi bashkë me Greqinë, ka një ligj lufte. Pra grekët edhe pse janë edhe ata në Bashkim Evropian, prapë kanë ligjin e luftës. Ora, gjërat nuk shkojnë mirë. Gjërat nuk janë as pak pro shqiptarëve. Qoftë për BE-n. Akoma dhe më keq për sa i përket prezencës të izraelitëve, të rrethimit të tokave, domethënë pronave shqiptarëve, të shqiptarëve, qoftë në det, qoftë edhe në Zvërnec. Butrintin e morën Rothschildët. Pati një çmim, qeveria nuk tha gjë. E dhuroi Rama.
Kemi rastin tash të Zvërnecit. E siguroi Donald Duja, e bekoi Yuri Kim, dhe tani i kalon krejtësisht izraelitëve. Dhe izraeliti e ka një zakon që kudo që ka interesa në një vend të huaj, do sjellë oficerët e inteligjencës edhe kuptohet forcën ushtarake me vete. Dhe thua është po dhe ne kemi forcë ushtarake të huaj. Ata që janë në jug. Frontexi më duket. Unë kam menduar se Frontexi ka ikur nga Shqipëria, por nëse është ende, është një gabim i madh. Kjo është një rrezik ndaj sovranitetit të Shqipërisë, dhe akoma më tepër kur vjen fjala për këtë situatë që ne kemi në Shqipëri. Kemi korrupsion, po. Kemi vjedhje, kemi narkotrafik, po. Kemi njëkohësisht një mashtrim të madh që bëhet këtij populli përmes skemave të ndryshme, duke na hedhur në enqi syve, po. Mbi të gjitha qëndron tradhtia kombëtare e Edi Ramës. Ndaj nesh, ndaj tokave shqiptare, ndaj interesit kombëtar, ndaj sovranitetit tonë. Nuk e ka mundësin të vijë miq. Nuk e ka mundësi për arsye financiare, sepse ndryshe do kisha ardhur. Unë punoj si kamionist, siç e shikon unë jam kamion. Po mundohem që të ruaj para që të vinë në Shqipëri për të bërë gjën e duhur. Tash unë nuk po them që më mbështesni mua, më suportoni, sepse kjo është çështje e gjithë shqiptarëve. Atëherë ngrihuni, jeni në diasporë, shkoni në Shqipëri. Ngrihuni bashkë me familjarët tuaj. Edhe ata që janë lokal, të mos presin nga diaspora po të çohen. Mjaft më, larg bythës time. Çoni. Sa ashtu do ngelmi gjithmonë, shklever. Shklever të Berishës, shklever të Nanos, shklever të komunizmit, shklever të këtyre të Edi Ramës. Thirrni në mendje sa shqiptar, nuk jetohet kështu. Sepse kur vjen fundi o shok, ai që përpiqet me gjithë zemër, lart e poshtë për kaq vite, e shikon që ju se loni bythën fare, as e rruni fare për Shqipërinë, për kombin. Atëherë detyrohet të tërhiqet nga çdo lloj aktiviteti, edhe mundësisht, duke ditë që do ja sulmojnë, do ja prishin, do ja vjedhin pronë apo biznesin, i shet të gjitha, ikën nga Shqipëria e thot, qif sharop, juve që rrinin në byth, e juve që e hanin në byth. Angjove? Ja, troq, po ja them, unë nuk e kam zakon që të shaj kështu dhe. Ndjes miqve, ndjes atyre të cilët më njohin për tjetër njeri, por ju të bëni të dilni nga vetja më valla. Jo vetëm pasiv, po skutha, njerëz bëth lëpirës, njerëz si servilizmin e keni numër 1, nuk ka rëndësi se nga jeni, do fërkoni, do kërkoni, e do bëni lloj gjërash. Do spiononi, do bëni patronazhista ndaj nesh, do na vjeni mbrapa për të na spionuar. Ja këtë bëni juve, sa herë që ne vim në Shqipëri. Po që është kështu, në qoftë se ju nuk bëni diçka gjatë kësaj verës, o popull, në qoftë se nuk e bëni ju lëvizjen e duhur për të mbrojtur territorin shqiptar, interesin shqiptar, sovranitetin shqiptar, ekonominë shqiptare, jetët tuaja, tokat tuaja. E nuk po them ato të cilat ju a kanë dhënë me 7501. Ai duhet të ndrohet, abrëgohet, në parlament duhet të miratohet që të hiqet të gjitha ata të cilët kanë marrë pronat përmes 7501-sit, duhet t'ia kthejnë pronarit që i takojnë. Mjaft e keni vjedhur, keni shitur ato toka, ato prona, keni ndërtuar në to, edhe kanë marrë, ka blerë dikush tjetër, të cilët do t'i ngelet do për 6. Se thot unë e kam blerë. Ja çfarë ju ka bërë sistemi komunist. Kështu që juve zonja zotërinj, ta pyesni mirë kur të bleni një tokë, apo kur do të bleni një apartament, apo një pallat, apo vila, apo çfarë do, e ku të shkjo tokë. Nga ke marrë ti zotëri tokën?
Kush ndërton këto tokë? Ku e ka marrë financimin ky zotëria apo kjo kompania? O popull, po vjen kohë që duhet një përplasje. Po kjo përplasje të bëhet për motivin e drejtë. Nga ju, për ju. Në qoftë se kjo përplasje bëhet nga të huaj, edhe nga mercenar, edhe nga njerëz të paguar, patronazhist, atëherë ju keni humbur. Në të gjitha instancat, në të gjitha nivelet, ju shqiptar keni humbur. Më vjen keq që më është dashur, domethënë për kaq kohë. Ore, unë jam shofer më burri dhe unë. Pavarësisht edukimit apo eksperiencës time si ushtarak këtu etj, është tjetër gjë. Se ju nuk ja çani kokën, ju thonë janë se ky është nga diaspora, refugjat, ikën këy mbaron punë kthehet prapë atje. Po përse duhet vi unë? Me paratë mia. Edhe prapë se prapë ju ta veni tagën atje. Pam, ta ngjishni. A e paguan filani, kush paguan unë? Ignorancën tuaj futeni atje ku duhet. Sepse sulmin tuaj personal në çfarë do lloj ambienti, në qoftë se kërkoni të më përballeni me mua personalisht, individualisht, unë nuk i fal. Secilit nga ju, qofshi edhe në grup, pagoni me kokë. Do ta pagoni me kokë. Kushdo qofshit ju. Se e dini që ju paguan tjetër kush. Ju jeni mirimi i vendit. Ndaj është e mira të mirës që të ulni kokat. Të ktheni ato çfarë keni marrë popullit. Të bëni qytetarë të mirë. Të përkrahani popullin. Jo oligarkët. Jo ata të cilët janë dërguar nga qeveria. Por ata të cilët populli i do me qeverisje. Ata të cilët populli i kërkon që të japin maksimumin e tyre për të ardhmen e Shqipërisë. Në qoftë se delegohet pas zgjedhje nga elektorati, nga vetë populli, atëherë këta janë veglat të pushtetit. Shoqëmisë shok, juve atje në Vlorë, qofshi ju Labour, qofshi ju të tjerë, nëse shikoj përsëri flamur grek që reklamohet në Shqipëri, sidomos në Himar, nga ushtarak të uniformave greke, dhe juve nuk keni bërë një lëvizje apo të thoni vetëm një plaç. Haram e paçi. Haram e paçi shkapën e flamurin, se po lejoni njerëz të tjerë që bëjnë propagandë kundra Shqipërisë, kundra shqiptarëve, me qëllime pushtimi glabëruse të tokave tona, të kufive tanë. Ta keni sa doni gjokshi me gropë. Për komi çfarë bëni? Por ti sa do burri i mirë. Për radhë çfarë bëre? Kjo është masa. Çfarë bëre ti për radhë? Mendojeni mirë.